Falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botrave, që na mundësoi për të përjetuar muajin e bekuar të Ramazanit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin e fundit, Muhamedit alayhis salam, mbi familjen dhe mbi të gjithë muslimanët. Unë jam e nderuar që sot para jush të ndaj disa pjesë të ligjëratës time për të reflektuar dhe mësuar më shumë mbi mësimet e Islamit, fe që na mundëson të jetojmë një jetë të drejtë dhe të përkushtuar ndaj krijuesit tonë. Islami si fe e paqes dhe i drejtësisë na fton që të jetojmë në harmoni me veten, me njerëzit dhe me natyrën. Le të jetë kjo ligjërat një mundësi për të afruar më shumë me fjalën e Allahu xhaleshanehu, me mësimet e profetit paqja qoftë mbi të, mësime që na mundësojnë që jeta e njeriu të jetë e mbushur me dashuri, mirësjellje dhe devotshmëri. Si temë e përzgjedhur sot nga unë për ju është mrekullitë e lutjes, se si ndryshon lutja zemrën dhe jetën e njeriu. Lutja në Islam ka një rëndësi të veçantë. Ajo është një mënyrë e drejt për drejt komunikimi me Allahun. Ajo është një akt shpirtëror që e shpreh varfërinë dhe nevojën e individit për nevojën e Zotit. Bukuria e lutjes qëndron në faktin se ajo nuk ka kufi. Ajo mund të bëhet në çdo kohë, në çdo vend, në çdo gjendje, por madje edhe në çdo gjuhë. Bukuria e lutjes është sepse tek lutja nuk ka ndërmjetësim. Ajo është një shenjë e drejt për drejt mes Allahut dhe robit të tij. Allahu xhaleshanehu në një ajet kuranor thot: Kur robrit e mi të pyesin për mua, unë jam afër tyre. E dëgjoj lutjen e lutësit kur më lutet. Ky ajet nga Kurani është një nga pasazhet më të bukura që flet për afërsinë dhe përgjigjen e Zotit ndaj krijesave të tij. Duaja është një mjet që mund ta ndryshojë jetën e njeriu. Kemi shembuj të shumë nga vetë jeta e pejgamberit alayhis salam se si duaja e tij e sinqertë e ndryshoi jetën e tij. Andaj edhe vetë pejgamberi alayhis salam thot: Nuk ka asgjë më të dashur tek Allahu se sa duaja. Duaja sjell qetësi dhe paqe shpirtërore. Allahu në një ajet kuranor thot: Me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Si të bëjmë një dua që të jetë e pranuar? Normal që edhe duaja ka kushtet e veta. E disa prej tyre janë: të fillojmë me bindje dhe sinqeritet te Allahu xhaleshanehu, se Allahu e dëgjon lutjen e tij. Të fillohet me falënderim ndaj Allahu xhaleshanehu dhe salavate për pejgamberin alayhis salam. Të bëhet me pur ulëtsi dhe pa nxitim. Kemi disa çaste dhe momente të veçanta që në dua të jetë e pranuar. E disa prej tyre janë: gjatë namazit të natës, gjatë faljeve të namazit, gjatë dhënies së lemosheve dhe kur ndihemi të humbur ose të dëshpëruar, lutja është arma më e fortë për të ngritur shpirtërisht. Tani në vijim do të përmendim edhe disa nga duat e preferuar të pejgamberit alayhis salam, ku mund t'i përdorim në situata të ndryshme të jetës për të kërkuar falje, ndihmë dhe mëshirën e Allahu xhaleshanehu. E disa prej tyre janë: O Allah, më mjafto me halalin tënd që mos të kem nevojë për haramin. Më bëj të pavarur me mirësinë tënde nga të tjerët. O Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga brenga dhe pikëllimi, nga pafuqia dhe përtatësia, nga frika dhe kopracia, nga borxhi i rënd dhe shtypja e njerëzve. Allahu ndonjëherë e vonon përgjigjen e duas, jo për të refuzuar, por për të dhënë diçka më të mirë në kohën e duhur. Sa herë që ndihesh i pafuqishëm, kujto se ke armën më të fortë, duan. Duaja është si mburoj nga sprova dhe fatkeqësisë. Andaj pejgamberi i dashur në një hadith shpresdhënës thotë: Nuk ka diçka që ndron kaderin, caktimin e Allahu xhaleshanehu përveç duas. Duaja është një dhuratë e madhe nga Allahu xhaleshanehu. Ajo nuk është vetëm një mjet për të kërkuar diçka, por është një rrugë drejt afrimit me Zotin, qetësisë shpirtërore dhe ndryshimit pozitiv në jetën tënde. Prandaj, le ta bëjmë duan pjesë të pandashme të jetës tonë, duke shpresuar se çdo herë Zoti dëgjon dhe përgjigjet. Asalamu alaykum.